këtyre viteve ju keni vendosur një standard kur keni thënë se Partia Socialiste nuk kthehet zyrë avokatore atyre të cilëve kanë probleme me drejtësinë. Çfarë ju bëri të ndryshoni nga ky qëndrim kur vjen fjala për zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe tashmë që antarët socialist në Këshillin e Mandateve kanë në dispozicion 16.000 faqe të cilat i ka dërguar bashkë me relacionin Spaku. A keni një bindje se janë të mjaftueshme këto prova për të realizuar kërkesën që ka vënë Spaku në tavolinë? Faleminderit. Tani, më falë përgjigjem në pyetje. Keni dëgjuar ndonjë fjalë të vetme avokatie për rastin konkret nga ana jonë? Pyetje kam të, nuk besoj. As unë dhe as kusht tjetër nuk ka hyrë në përmbajtjen e rastit. Por, ky rast ndryshon nga rastet e tjera sepse ka ardhur tek ne. Pra nuk është një rast në rrugën e pushtetit gjyqësor, të cilin, si shumë raste tjera, pushteti gjyqësor, në këtë rast prokuroria, e ndjek pa pasur nevojë të ndaloj në derën tonë. Apo jo. Dhe kur rasti vjen në derën tonë, flas të pushtetit legislativ, atëherë pushteti legislativ duhet shprehet. Nuk është noter i prokurorisë. Këshilli i Mandateve nuk është një zyrë noterie, është një quasi gjykatë. Quhet. Dhe parlamenti nuk noterizon kërkesat që vinë. I merr, i shef. Dhe nuk do doja në fakt ta kishe përmendur ato 16.000 faqe me prova. Se ajo më provokon. Më ka provokuar që ditën e parë. Po t'isha unë në Këshillin e Mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën, çoni, ikni dhe kthehuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i quheni prova. E dini ju që janë ato 16.000 faqe? Për kuriozitet, ju e dini që janë 16.000 faqe që janë aty? Nuk janë absolutisht produkti i hetimit. Se s'ka si t'jenë produkti i hetimit. Nuk ka si t'jenë produkti i hetimit. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, ndonë arkivi i ministrisë futur brenda. Futur brenda. E kemi bërë paktin bashkë, apo jo? Mirësjellja jote është garanci për ty që unë do t'i përgjigjem pyetjes tënde pas një hezitim. Mos më ndërhy se nuk jemi në miting këtu. 16.000 faqe janë një vandak me dokumenta zyrtar. Dhe kjo është afërmendsh. S'ka nevojë fare ta shohësh. USB-n e sjell nga prokuroria nuk e ka tërhequr asnjë deputet i Partisë Socialiste dhe nuk e ka tërhequr as ministria, avokati. Që t'jemi shumë të qartë.